Spekulimet për një takim të mundshëm mes Vladimir Putin dhe Donald Trump në Kinë janë shtuar në orët e fundit, por Kremlini ka reaguar duke i ftohur pritshmëritë. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, deklaroi para gazetarëve se për momentin nuk ekzistojnë plane për një takim mes presidentit rus dhe atij amerikan gjatë vizitës së ardhshme të Putinit në Pekin. Sipas tij, nuk po zhvillohen përgatitje dhe nuk ka asnjë agjendë konkrete që parashikon një kontakt mes dy liderëve. Deklarata vjen në një moment kur vëmendja ndërkombëtare është përqendruar te marrëdhëniet mes Moskës dhe Washingtonit, si dhe te roli i Kinës në skenën globale. Interesi u rrit edhe më shumë pasi u bë e ditur se Donald Trump ka planifikuar gjithashtu një vizitë në Pekin, çka shtyu mediat ndërkombëtare të flasin për mundësinë e një takimi historik mes dy presidentëve në territorin kinez. Megjithatë, reagimi zyrtar i Kremlinit tregon se të paktën për tani, një skenar i tillë nuk është në tryezë. Një takim Trump-Putin do të kishte peshë të madhe diplomatike, sidomos në një periudhë tensionesh globale, konflikteve të hapura dhe rivalitetit të fuqive të mëdha. Për momentin, Moska po e paraqet vizitën e Putinit në Kinë si një agjendë të darë nga çdo kontakt me liderin amerikan. Mbetet për tu parë nëse zhvillimet e ditëve në vijim do të ndryshojnë këtë qëndrim, apo nëse deklarata e sotme e Kremlinit do të mbyllë përkohësisht zërat për një takim Trump-Putin në Pekin.